Ishte vjeshta e vitit 2024 kur jeta e Veros ndryshoi. Gruaja nga Ishull Lezhë filloi të ndjente disa shqetësime fizike që nuk i kishte përjetuar më parë. Pas disa vizitave te mjekët dhe ekzaminimeve të shumta, ajo u diagnostikua me kancer gjiri dhe për një vit tashmë ajo po lufton me këtë sëmundje. 56 vjeçaren, nënë e 2 fëmijëve, e gjejmë duke marrë mjekimet e radhës në Spitalin Rajonal të Lezhës. E fortë dhe me shumë kuraj, Vera tregon se sëmundja u kap në fazë të hershme dhe trajtimi po ecën mjaft mirë. Unë zbulova me anë vizitave dhe e zbulova se ishte në fazë të hershme. Pastaj bona gjitha analizat edhe gjithë kam ka ecë mirë. Fal doktorave, mjekës time, pa një vit. Kam bën kemioterapi, kam bën rreze, baj tash gjelpana një herë në 3 javë, marrë edhe mjekim nga goja, edhe ndihem mirë. Forcën për ta përballuar sëmundjen, ajo e gjeti te besimi në Zot dhe mbështetja e bluzave të bardha, të cilët i qëndruan pranë në çdo hap të betejës për jetën. Unë nuk e kisha as pak të vështirë, kisha një forcë shumë të madhe, edhe thash do t'ja dilja, edhe do t'ja dal. Më ka i zgjesh mirë. Ko gjete këtë forcë? Unë të Zoti, unë besoj në Zot, Zoti aja është që na ndihmon, fal Zotit e fal mjekës familjes time, Bardha Xhonit, e falenderoj pa masë, më ka dhënë një forcë shumë të madhe, më ka ndihmua jashtë masës. Ajo ka një apel të fortë për të gjitha gratë dhe vajzat të mos kenë frikë. Vera rëfen si ishte vetë ajo që i dha forcë edhe familjes së saj për ta përballuar këtë sfidë. Unë u baj thirrje tana, askush mos ketë frikë. Ashtë i Zotë në qiell që na ndihmon për çdo gjë. Edhe fal mjekëve tanë që na zbulunen, na interesohen shumë. Familja e priti shumë keq. Punë u dhash forcë unë atyne, fëmijëve të mi. U thash, unë do t'ja dal. Edhe ja kam dal. Nuk ka pse të kesh askush frikë, mos me pas askush frikë. Se menimin e Zotit edhe të mjekëve tanë, na ja dalim. Numri i grave të prekura nga kanceri i gjirit në qarkun e Lezhës është rritur gjatë këtij viti. Sipas të dhënave të shërbimit onkologjik, vetëm në 9 mujorin e parë janë regjistruar 30 raste të reja, kryesisht në grup moshën 45 deri në 60 vjeç.